Dhe fushata e Partisë Demokratike të Kosovës do t'jetë fushat e ofertës. Pra qytetarët duhet me zgjedh mes një njeri që del edhe kallzon kashëlasha, edhe që bën rima në fjalimet e tij, që prap urrejtje, që demonizon ushtërinë qërimtare të Kosovës, që demonizon shtetin e Kosovës, demonizon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gazetarët në Kosovë, mediat në Kosovë, dhe përballë do ta kenë një personalitet i cili nuk ofron urrejtje, ofron përbashkim. Ofron përbashkim të krejt qytetarëve rreth një projekti për zhvillim ekonomik. Për ta nxjerrë Kosovën nga? Për ta nxjerrë Kosova nga izolimin më të madh që ndajherë Kosova është gjendë ndërkombëtar, për krizën më të madhe të legitimitetit të saj, për krizën më të madhe institucionale të cilën ky njeri e ka futur, për krizën më të madhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për krizën më të madhe ekonomike që Kosova ka përjetuar nga 2008. Pra, qytetarët duhet të votojnë. Kjo në mes një njeriu që rimon dhe një tjetri që rimon. Mes njëri që është populist e tjetri populist. Na, oferta e Partisë Demokratike të Kosovës është ofertë konkrete. Pra, edhe unë mendoj që kjo ka me ba për dukën e veçantë, po edhe njeriu që na prin është shumë e rëndësishme. Sepse me premtu në zhvillim ekonomik Ridvan së beson kërkush, se e din që unë me ekonomi nuk e marr. Po kur ti premton Bedri Hamza zhvillim ekonomik, njerëzit i kujtojnë autostradat, kujtojnë rritjen e pagave për 50% Bedri Hamza e ka bë. Pej atëherë asnjë rritje substanciale nuk është bë. Pra, Bedri Hamza është dëshmu si njeri fjalës, si njeri besës, si njeri që din me punu, që din me zhvillu, që din me rrit paga, që din me ndërtu autostrada, që din me rrit komunikimin me bashkësinë ndërkombëtare, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe që din me përbashku edhe spektrin politik. Pra nuk i politikan në Kosovë që mund një fjalë të keqe me thonë për Bedri Hamzën. Maksimumi që ka thonë Albin Kurti për Bedri Hamzën ka qenë njerë në parlament kur e pat lavdu. Ju uroj dhe fitoren. Po, do më thonë, ne kemi një personalitet i cili po thëmë edhe një herë, i gjithë elektorati, ish elektorati, lëvizjeve të vendosë, i cili ndihet në çfarë do forme, jo mirë, që aty ku ka votu, dyrt i ka të hapura në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe ata nuk do trajtohen që shbëjnë këta ndasi elektorale, edhe kështu, po do trajtohen si të gjithë njëjtë dhe këtë aftësi e ka Bedri Hamza.